Sot e hënë ditë prajmi e ku në Big Brother vetë se kanë fillu me u zhvillu edhe shumë dinamika. Por sot një dinamik kështu që ka me u prit shumë prej publikut është se banorja shkurta rikthehet sot në shtëpi edhe krejt po besoj e përretni me pa reagimin e banorëve cilët mendojnë se shkurta u eliminu, por ajo realisht është në një kapsul kështu shumë afër shtëpisë së Bigut. Shkurta të premten la shtëpinë, por pra sot rikthehet, unë po besoj që ka më u kthy kështu me hy fuqishëm në lojë, pasi e ka pas mundësinë për mi pa dy kanalet 24/7 live dhe unë mendoj që ky ka qenë avantazhi për të që me hyn lojë duke i pa banorët pak se si po e zhvillojnë lojën, çfarë po folin, kush po tregon ose kështu kush po mban thashë theme edhe shkurta ka pas mundësinë gjatë kohës sa ka qëndru vetë me i pa ata, e të shohim sa po e përdor për me i loj. Por pjesën që mendoj që ka qenë disavantazh për të, është pjesa se nuk e kanë qitë shumë në kamera, e shumica e publikut edhe pak e kanë harru shkurtën këtë pjesë, pasi janë vetëm ditët e para edhe në këto ditët e para krijohet ajo përshtypja për banorët. Nëse dikush zhduket ndoshta për 1 ose 2 ditë, pak fillon edhe me dalë jashtë memorjes së njerëzve, por mendoj që sot ka me ndru pak loja edhe paktën loja e saj, edhe të shohim sa po din me zhvillu dinamika edhe me përdor këtë gjë. Për ndryshe shkurta është një banore e cila momentalisht pëlqejet goxha nga publiku edhe merr goxha komente pozitive, pasi për mendimin tim është banorja më reale momentalisht në Big Brother. E patjetër që çiftet nuk mungojnë në Big Brother. Ndoshta edhe nëse nuk pëlqejnë, edhe nëse nuk duhen, prap krijohen si çift edhe për faktin që çiftet në Big Brother ecin lojë. Kjo pasi krijojnë disa fansa edhe pastaj fansat lidhen me ta emocionalisht edhe i votojnë që me qëndru ma gjatë në Big. Por unë mendoj që për shembull e kemi çiftin e parë, Edin edhe Dolçën, ku nuk u bë asnjë javë edhe fillun me pas një romanticitet kështu po them edhe ku po vrejën ashiqare që janë falso kështu, por për mendimin tim, unë mendoj që ata ndoshta edhe e kanë lënë jashtë me bë këtë gjë, ku me ditë janë taku edhe e kanë lënë që me u bë kaq shpejt çift sepse për ndryshe s'ka mundësi. Unë mendoj që pjesa ose avantazhi që më thonë nëse je çift Big është që ki mu sulmu shumë lehtë. Pra kime pas shumë sulme, kime mujt me zhvillu debate, pasi banorët e tjerë kur e shohin që u kriju një çift, e shohin që munden me qenë të fortë edhe ju pengon tjerëve në lojë edhe fillojnë me i sulmu kështu edhe mundna me thonë që krijojnë ndoshta debate dhe dalin praj ma shpesh se tjerë. Kjo është avantazhi. Por për pjesën tjetër mendoj që si për shembull tek Edi edhe Dolçe mendoj që nuk po pëlqejnë edhe shumë nga publiku, pasi vetëm për një javë edhe publiku nuk është që e mendon që janë real, por shumë çifte kanë shkuar edhe deri në finale. Po ndalemi jo më larg se edicioni i kaluar ku Sara me Drilonin kanë shkuar në finale, edhe pse nuk kanë qenë çift, por fansat edhe fandom që ata e kanë kriju, i kanë dërgu ata edhe kanë dashur që edhe Sara me qenë me Drilonin në finale edhe ja kanë arritur këtë gjë. Kështu që nuk e dija po mundohet Edi me vënë ndoshta lojën si Drilonit, po kjo vlen me pa në vazhdim. Një thashë them tjetër që ka qenë është se Edi mund të ketë lidhje jashtë shtëpisë. Nuk e di se sa është edhe e vërtet, është një thashë them që ka qarkullu kështu, por pritet me pa në vazhdim. Një duo tjetër që po komentohet shumë janë Klodi dhe Lëndrimi, ku të dy janë aktiv në lojë, por aktiv edhe me njëri tjetrin, e ku shumë fansa po komentojnë për një afërsi, ndoshta më shumë se shoqëri mes tyre, gjë që nuk ka ndodhur në asnjë edicion të Big Brother që dy djem të komentojnë për këtë raport. Kjo po thuhet pasi sipas fansave të dy po e kanë një vibe shumë të mirë me njëri tjetrin, po disa shikime, siç po thon fansat, po e lajnë me kuptu që mund të ketë diçka më shumë mes tyre. Edhe pse asnjëri nuk është deklaruar kështu, po fansat po komentojnë se mund të jetë ose bromance ose romance. Por kjo ende nuk dihet edhe vlen me cek që janë vetëm çka shihet në sy të publikut edhe jo që kanë thënë diçka ata. Po me komentu kështu lojën e tyre, mundoj me thonë se Lëndrimi momentalisht është një nga banorët që ka goxha fansa dhe ka kriju një pjesë publiku që e pëlqejnë goxha shumë për atë energjinë që e ka, edhe për këtë pjesën që i suljon banorët, edhe po e mban, domethënë edhe atë personazhin edhe pozitiv edhe negativ. Kurse për Klodin, edhe Klodi pëlqejet nga publiku, followersat në Instagram dy vetë se kanë filluar me ushtu sepse kanë qenë goxha të panjohur për publikun. Unë mendoj që
në fillim sa janë, nështë ja kanë arrit atë qëllimi, por tash mundem me pa në vazhdim se si po e mbajnë lojën edhe sa po krijojnë ndoshta dinamika në vazhdim. Por Prime i sotëm, në Prime-in e sotëm më mendoj që kanë diskutuar tërë këto gjëra që vetë sa i thash, edhe mendoj që ka me qenë një Prime ndoshta jo si i kalumi, sepse i kalumi ishte tepër flok, kështu me thonë, për fillim, por besoj që edhe në këtë Prime sot kanë më komentu shumë dinamika edhe mundet me ndryshu loja, pasi deri Prime të tjetër unë nuk kam më Prime.